عباد الله ويربط الله الحياة الحقيقية التي يعيشها الإنسان هي الحياة التي تملى بذكر الله. ويربط الله jet reale, jet e vërtet që të cilën jetojnë njerëzit, është aja jet e cila mbushet gjitha me dhikrin e Allahut Azza wa Jall. Nuk është jet ai cila e mbush me dynja, me pasuri e kështu me radhë. Jetë reale është aja jet e cila e përmend Allahun. Jeta e tij është e mbushur me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. لا يظن بعض الناس أن الحياة هي المرتبطة بالماديات. Mos mendon asnjëri për njerëzve që jeta reale është e lidhur me çështje materiale. Jo vallahi, jeta reale nuk është e lidhur me çështjet materiale, me çështjet e dynjas, pasunisë, angazhimit kështu me radhë. Për këtë ka ardhur hadith لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i atij i cili e përmend Zotin e tij dhe shembulli i atij i cili nuk e përmend Zotin e tij është sikur se i gjalli me të vdekurin. Andaj për këtë hadithit e kuptojmë, yani alladhi yadhkuru Allah hadha al-hayy hayatun haqiqiyya. Ai i cili e përmend Allahun, ban dhikr, më të vërtet ky e ka shiju jetën reale, jetë e vërtet. Shiko që çfarë krahasimi po merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është jetë reale më lidh me çështje materiale, jo pasha Zotin. Jetë reale është ajo e cila e përmend Allahun azza xal, ai i cili ban dhikr. Shembulli atij i cili e përmend Allahun dhe shembulli atij i cili nuk e përmend Allahun, i gjalli me të vdekurin. Përderisa te e përmend Allahun, je i gjallër, jetë reale. Përderisa te nuk e përmend Allahun, atëherë ti je i vdekur, nuk është jetë reale. عباد الله ويربط الله ذكر الله تعالى رواء الأرواح. Më të vërtet o yurabta Allahut, përmendja Allah, dhikri Zotit është ngopja e shpirtit. Wa shifa'ul jirah, o ju vëllezër, dhikri, përmendja Allahut azza xal është shërim i plagështësisë. Apo kur ki ngushtim në zemër, është shërim, ta zharon gjoksin, dhikri. Gjithashtu ju vëllezër, e dhikr wal alamatu salah. Më të vërtet dhikri o ju vëllezër është shenjë e përmirësimit. Wa da'iyatul al-inshirah. Më të vërtet dhikri është ilaç i gjoksit. Ai i cili ka problem me gjoksin e tij, me zemrën e tij, me smundjet e dynjajës, kush e shëron? Dhikri, përmendja e Allahut o ju vëllezër. Wal aynun najihi wal falah. Më të vërtet o ju vëllezër, dhikri është borim i suksesit dhe i shpëtimit. Kushdo që për juve dëshiron me kur sukses dhe shpëtim, andaj flaku, bahu për atyre që e përmend Allahun azza wa jall. Qala azza wa jall, thot Allah azza wa jall, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Përmendni Allahun shumë, bani dhikr shumë, do të jeni për atyre të shpëtuar. Shiko subhanallah, shpëtimi, suksesi, rahatia, jeta e lumtur, gjitha po vinë Allah po thot wadhkurullaha dhikran. Përmendë Allahun shumë, përmendë Allahun shumë, dhikran kathiran, përmendë Allahun shumë, do të jeni për atyre që do të jenë të shpëtuar, do të thurin sukses. Ibadallah, o ju robët e Allahut, men wadhaba ala dhikrillah, kushdo që është komgulje, e komgul veten e vet, thot kam e bu dhikrën e gjithmonë, di e mirë këto sende kemi fitu. E para, ashraqati alayhi anwaruhu, drita hynore do të shkrijnë mbi teje. Allahu akbar. Dritë hynore, wahyi, zbret prej qiellit, do të shkrijnë mbi trupin ton, ai i cili përmend Allahun azza wa jall. Pastaj o vëllezër, thabat alayhi atharuhu, do të ketë ndikim dhikri i tij në gjurmë. E shumë një njëri që përmend Allahun azza wa jall, lën gjurmë, shumë be i mirë, shumë be i sjellshëm, a ki pa fytyra dritë pi ban. Dhikri lën gjurmë. Pastaj o vëllezër, tawasalat alayhi barakatuhu, më të vërtet dhikri ka me gjet ai bereqetin e dhikrit. Kudo që shkan ka bereqet. Fjalën që e thot, minari ndran njeriu, e udhzon njeriu. Kudo që shkan lën bereqet. Hyn me një shtëpi që është e varfër kur delet ban pasër.
Kush e ka bë këto? Bereqeti i tij që shkaku ai po e përmend, po bën dhikr ndaj Allahut azza wa jall. O ju vëllezër, dhikru mizanul rajihi. Dhikri është peshor e rënd. Çka do të thonë kjo? Dhikri peshan shumë rënd në peshore, ju vëllezër. Qala Allahu azza wa jall, fadhkuruni adhkurkum. Allahu po thot, më përmendi mu, bani dhikr mu, unë do t'ju përmendi juve. Ndërsa Ibn Qayyimi për këtë ajet thot, ولو لم يكن في ذكري إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. Thot Ibn Qayyimi për këtë ajet, sikur mos veçan asnjë ajet që Zoti na ka treguar që me përmend Allahun, vetë se ky ajet thot do të mjafton për neve si vlerë dhe nderim. Subhanallah. Ajeti më i ndershëm, më me vlerë është ky ajet. Fadhkuruni adhkurukum. Më përmendi mua, ju përmendi juve. Allah azza jall po thot. Subhanallah. O ju vëllezër, qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jall. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë Allahu azza wa jall, ana ma'ahu idha dhakarani, un jam me robin tam kur ai mu mban dhikr. Allahu akbar. Allahu është me ty kur ti e përmend Allahun azza wa jall. Allah është me jetën tënde kur ti e përmend Allahun azza wa jall. Allah është me sprovën tënde kur ti e përmend Allahun azza wa jall. Allah është me ty në çdo rast që ti e përmend Allahun azza wa jall. Ibadallah, o ju rob të Allahut, dhikru hibalun li tajawuzi si'ab. O ju vëllezër, me vërtet dhikri është litar për t'i kaluar gjitha sfidat jetës. Kush do të përmend Allahun, është një litar i fortë që ti e ke kap për çdo sprov, për çdo sfidë kime të i kalu. Shiko profetët, hin në historinë e profetëve. Qysh ata kanë shpëtu për çdo sprove, për çdo telashe, për çdo sfide, shkaku që kanë përmend Allahun azza wa jall shumë. O ju vëllezër, për këto e kemi argument an Abdullah ibn Busrin, tregon Abdullah ibn Busrin thot, ka ardhur një burr, an rajulan qala ya Rasulullah, in shara'a al-Islam qad kathurat alayhi, فأخبرني بشيء أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Ka ardhur ky burr tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po i thot, o i dërguami i Allahut, ligjet e Allahut janë për mua trana shumë, ditë pas dite pushton ligjet e Allahut. Tregonëm diçka që unë muj me qenë i qëndrueshëm, muj me qenë i kapur për çata dhe vazhdoj domethënë në Islam. Atëherë po thot pejgamberi, le të jetë gjua jote e vazhdueshme e lidhur me përmendjen e Allahut azza wa jall. Shikoj vëllezër, ki të lashe, sun be fal namazin, sun po i rën gati Zotit ton, vazhdo lidhë gjuhën tonë me përmendjen e Allahut. Kime pa çush kime gjithë letim, kime vrejt vetën tonë që në çdo situatë kime adhuru Allahun azza wa jall. O ju vëllezër, Ibn Aun qala dhikru nasi da'a wa dhikru Allahi dawa. Thot Ibn Aun, më të vërtet përmendja e njerëzve është smundje, ndërsa përmendja e Allahut është ilaç. Subhanallah. A ki qef me jetu jetë mirë? Jetë e dhikrit. Atëherë përmend Allahun për ty ka me qenë ilaç. Nëse don me e shkatru jetën tane, vazhdo mi përmend njerëzit. Atëherë kime marr smundje, kime smu jetën tande. O i vëllezër, qale Muadh ibn Jabal, ma shay'un anjah min adabillah min dhikrillah. Nuk ka gjë më së shumti që i shpëton njerëzit nga dënimi i Allahut se sa përmendja e Zotit. Subhanallah, shiko ky sahabi sa mirë po thot. Nuk ka gjë më së shumti që njeriu e shpëton prej dënimeve të Allahut se sa përmendja e Allahut azza wa jall. Qala Abu Darda, qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khayri a'malikum. Tregon Abu Darda, thot që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dam ju tregu cila është vepra më e mirë për juve, wa askaha inda malikikum, dhe më e shtrenjta tek Zoti juaj, wa arfi'aha fi darajatikum, dhe sa ndihmë më shumë që ju ngrit domethën drejtat e juve, wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraqi, dhe gjëja më e shtrenjtë, më e mirë se sa me dhon, domethën me dhon zakatin, qoftë domethën në dokatit apo të sërmit, apo ai cili jep domethën dokat dhe sërm. Atëherë po thot pejgamberi, wa khairul lakum
men an talqau aduwakum, dhe më mirë se sa me taku armikun e ju, me luftu njëri me tjetrin. Çka po dojmë o vllaznin? Çka po dojmë këtë hadith? Gjithë po thot apo vepër më e mirë, e para, e shtejta, më e shtejta tek Allahu Azza Xhel. E dyta, pastaj po thot sendi më së shumti që ju ngrit juve drejgje. Pastaj po thot më e mirë se sa me dhon dokat dhe surd. Pastaj edhe më e rëndë se sa kjo, me luftu në rrugën e Allahut, edhe më e mirë se sa me luftu në rrugën e Allahut. Çka po dojmë o vllaznin? Pastaj sahabët i thanën, qalu bela, po i dërguar Allah, tregana. Këto sene pi mujka një sen, tregana kush është? Atëra pejgamberi po i tha zikrullah, përmendja Allah, zikri. Subhanallah, shikosh ka ban zikri. I ka mujt këtë ibadetet. Ibadeti më i mirë domethën zikri. Qof më mirë se sa xhihadi, më mirë se sa zakati, më mirë se sa veprat e çdo sen. Kush? Zikri. Përmendja Allahut Azza Jall o i vëllezër. Qala Sheikhul Islam, thot Ibn Taymija Allah mëshiroft, الذكر للقلب كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. Po thot Ibn Taymija Allah mëshiroft, zikri për zemrën është sikur se uji, ashtu sikur se uji për peshkun. Po thot çush është gjendja e peshkut kur ai nuk e ka domethën ujin. Para mendaje. Me marr peshkun me ik pi ujit, çka mundet me gjet ata? Ngort, sunrën. Kështu po thot është zemra pa zikrin e Allahut. La ilaha illa Allah, shfa krahasimi i mirë. O ju vëllezër, tani për tani do e kërkojmë dhe do flasmi për dhikrin e jetës. Pse kjo temë dhikri jetës? Është një lutje o ju vëllezër, të cilën e të ban jetën tonë të jetë dhikr komplet. Gjatë jetës tonë, çdo sen që ki nevojë, a ki nevojë vlad, a ki nevojë pasuri, a ki nevojë me e shiju jetën reale, në çdo sen është ky dhikr, dhe për këto e kemi lanë khutbën e kemi quajt dhikri i jetës. E cila është ky dhikr o ju vëllezër? Fjala la hawla wala quwwata illa billah. Që kjo është dhikri i jetës. Mos harrani, la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Kjo është dhikri i jetës. Çka do të thonë o ju vëllezër kjo fjalë? La hawla bina ala al-amali bi ta'ati Allah illa billah. ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. Kjo fjalë do të thonë nuk ka forcë për neve që na shtym për me adhuru Allah, me u bind Zotit, vetëm me lejen e Allahut, dhe nuk ka do të thonë nuk ka forcë, nuk ka lëvizje që neve na ban që me elan gjunat me katët, vetëm se me lejen e Allahut. O ju vëllezër, ai të di se çfarë fjalë na jemi duke e thonë. Kjo fjalë la hawla wala quwwata illa billah. Ka thonë Ibn Taymija, لو أن الإنسان قالها عارف بمعناها وأراد نقل جبل عن مكانه أعانه الله عليه. سبحان الله. Po thot Ibn Taymija për këtë dhikr, la hawla wala quwwata illa billah. Thot sukur me e dit njeriu se çka o duke thonë, mja dit domethënën e kësaj fjale, çka është duke thonë. Dhe ai dëshiron që me mbajt, domethënë me lëviz një kodër për një vendin tjerë, Zoti ka më ndihmu që aja kodër me lëviz. Allahu akbar. Vesh me fjalën la hawla wala quwwata illa billah. Ky dhikr është dhikri i jetës o ju vëllezër. O ju vëllezër, ky dhikr është që mbetet gjithmonë në shpërblimin e juaj. El baqiyatu salihat. Veprat që mbesin, domethënë edhe mbas vdekjes tande do të vazhdojmë veprat gjithmonë me tarë si shpërblim. Edhe pse te ke thonë këtë fjalë mbas vdekjes tande, vazhdon domethënë me tarë shpërblimi. Edhe pse te ke qenë gjallë, jetën tande ke thonë këtë fjalë, këtë dhikr, la hawla wala quwwata illa billah. E kanë pyet suila Uthman ibn Affan, ma hiya al-baqiyatu as-salihat? قال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. E kanë pyetur Uthman ibn Affanin duke thonë, cilat janë ato veprat që shpërblehen edhe mbas vdekjes, vjen shpërblimi ty edhe mbas vdekjes, mbesin gjithmonë si shpërblim. Atëherë Uthmani ka thonë, është fjala la ilaha illa Allah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dhe po e përfundon po thot wala hawla wala quwwata illa billah. Shiko se subhanallah, kjo fjalë edhe mbas vdekjes tande vazhdon me ta shpërblimi. Edhe pse ti në dynjë ke thonë ke vdekur, mirë po janë baqiyatu salihat, mbesin gjithmonë, kanë me mbën deri në ditë gjykimit, e njëjta gjë dhe e njëjta gjë vazhdojnë edhe mbas vdekjes, pse ti ke thonë me ta shpërblimi subhanallah. O ju vëllezër,
ky dhikr është që e fiton njeriu thesarin e xhennetit. Qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Qais: "Ala adullaka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil janna?" Qala bala. Qala la hawla wala quwwata illa billah. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Qais, po thot a do me tregu një fjalë, një dhikr që është prej thesareve të xhennetit? I tha po, i dërguami i Allahit, tha thuj la hawla wala quwwata illa billah. Thesari i xhennetit është kjo fjalë, o ju vëllezër. O ju vëllezër, ky dhikr është që ti do të hysh inshallah prej një dere e cila quhet në këtë fjalë, në këtë dhikr. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot li Sa'din ibn Ubada, këtij sahabiut, a do me tregu një derë prej dyrave të xhennetit? Thanën po, i dërguami i Allahit. Atëre pejgamberi po i thot thuj la hawla wala quwata illa billah. Shiko ky dhikr edhe derë e xhennetit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na shtyn, po thoni sa më shumë këtë dhikr la hawla wala quwata illa billah, se më të vërtet kjo është prej thesareve të xhennetit. O ju vëllezër, ky është dhikri i cili kushdo që e thot nuk do e prek zjarri i xhenemit. عن سعد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها يعني لا حول ولا قوة إلا بالله في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. فثت الخدري tregon ky sahabi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot la hawla wala quwata illa billah në momentin kur është i smut dhe vdes me këtë fjalë, thot ata nuk do e godet, nuk do e prek zjarri i xhenemit. Shiko, kjo fjalë mbron leje që është dhikri jetës, po kjo fjalë mbron edhe për zjarrit të xhenemit. O ju vëllezër, ky dhikr është që gjendet poshtë arshit Allahut, është poshtë arshit Allahut azza wa jall. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فثت pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot Ebu Hurajrës, a do me tregu një dhikr që gjendet poshtë arshit të Allahut? Po ta thuj la hawla wala quwata illa billah. O ju vëllezër, ky dhikr është poshtë arshit të Allahut. Melekët që mbajnë arshin e Allahut subhana, është i lartësuar është Allah azza wa jall. Janë 8 melekët që mbajnë arshin e Allahut. Në ditën e gjykimit Allah azza wa jall ka treguar që do të zbret Allah azza wa jall në ditën e gjykimit, zbret me arshin e tij. Dhe ata melekët Allah i thot ngritëm, nuk mujnë me ngrit. Ata ndërsa mojnë arshin Allah din ditë gjykimit, mi po ditën e gjykimit kur zbret Allah ata nuk mujnë me ngrit. Atar Allah i thot thuni la hawla wala quwata illa billah. Moment që e thujnë këta melekët këtë dhikr la hawla wala quwata illa billah, ja fillojnë me ngrit arshin e Allahit. Që do të thonë, ky dhikr t'jap fuqi, ky dhikr t'afron te Allah, ky dhikr është dhikri i jetës, ky dhikr është dhikri i xhennetit, ky dhikr është shpirti i xhennetit. E çdo sen o vëllezër me këtë dhikr. أيها الناس، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 19 صحابي يوصيهم جميعا بهذه الكلمات. O ju vëllezër, për këtë dhikr të cilën jemi duke fol, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka drejtu, i ka tregu 19 sahabi, i ka këshilluar që ta thujnë këtë dhikr. 19 sahabi kanë në transmetim për këtë dhikr që e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Asnjë sen tjetër nuk ka ardhur që pejgamberi mi tregu njerëz ka shumë, përveç këtij dhikri i jetës. 19 sahabi kanë transmetuar thotë që edhe mund ka thonë pejgamberi thuaj këtë fjalë. Edhe ai tjetër që shot, subhanallah. Kjo tregon vlera e këtij dhikri. O ju vëllezër, ky dhikr të bën dobi edhe kur dal prej shtëpisë. Qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam: "Idha kharaja min baytihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah." Thotë kur dal prej shtëpisë tënde dhe thu në emër të Allahut, ju mbështetëm vetëm Allah azza xal, dhe thu la hawla wala quwata illa billah, fa yuqala lahu yani al malaika, nëse thu të këtë dhikr la hawla wala quwata illa billah kur dal prej shtëpisë, melekët thujnë ty: hasbuka, të mjafton ty kjo lutje. Pastaj
hudite, do të rrok udhëzimi. Moment që ti thu pi shtëpisë, kur del e thu këtë lutje, atëherë melekët ka më thonë hudite, ty do të rrok udhëzimi, do më thonë do të rrok hajri. A ki pa njerëz që thonë kur e përmendin Allah dhe dolën pi shtëpisë, vallai se di, unë kum dal, veç haj çashtu dola, veç pastaj u merr rrezik, e fitova ata. Pse? Shkaku i lutjes. Ky është dhikr cilë dobi edhe kur del pi shtëpisë. Pastaj melekët thonë, "Wa kufite, je i mbrojtur për çdo sherrri, wa wukite dhe je i garantuar, je i sigurt në çdo situatë që ti, domethënë, del pi shtëpisë tonë." O i vëllezër, laqad ahsa ba'd al-ulama 40 mawtin fi hadhihi al-kalima la hawla wala quwwata illa billah. O i vëllezër, ulemat kanë përmend 40 raste kanë përmend që kur do të më thonë kja fjalë. Do thonë as pesh e madhe që ka ky dhikr, 40 raste i kanë nëmu njënë me tjetrin që kur do të më thonë ky dhikr. O i vëllezër, e fundit, ky është dhikr që na e thojmë edhe në azan, sunnetul adhan. Hayya ala salah, hayya ala falah, naqul la hawla wala quwwata illa billah. O i vëllezër, ky është azani, sunneti azanit. Kur thojmë na hayya ala salah, hayya ala falah, çka thojmë na la hawla wala quwwata illa billah. Na i thojmë hajde namaz, hajde në shpëtim. Edhe na çka thojmë la hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka lëvizje, nuk ka forcë, nuk na mundson me fal namazin, vetëm se me lejen e Allahut. Allah ka desh na jemi në xhami. Shiko domethënë ky dhikr i jetës e përfshinëm në çdo situatë, dynjajës, ahiretit, ibadetit, sprovat, telashet, në çdo sen është dhikr i jetës i kësaj bote dhe botës tjetër.